Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه. Hamd falënderimet tona të panur të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s. familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutbën e dytë të temës që jemi duke folë në këto hutbe rreth disa dhuntive, nimeteve të cilat po mbesin pa falënderim. Këto dhunti edhe nimetet të cilat vërtet meritojnë të kundërtën që neve të jemi falëndërues të vërtet. Të jemi falëndërues që ta meritojmë edhe avancimin e tyre që Allahu na ka njoftuar në Kur'an, Qul la in shakartum la azidannakum, thuaj o Muhammed se nëse ata falënderojnë, unë do të jem ai që edhe do t'u ashtoj. Do t'u ashtoj thot nimetet, dhuntit, qetësin, rahatin, këto të cilat në esencë Allahu Gjeleshanuhu gjithmonë i realizon në ne kurdo që neve të jemi ata të cilët i meritojmë ato. Por ja se për fat të keq jemi dëshmitar të kundërtës se këto nimete dhe dhunti që po i cekmi në këto hutbe, për fat të keq sikur ka qenë rasti edhe me pasurinë që e kemi marrë herën e kaluar, ngjajshëm me të është edhe kur është fjala e dhuntisë së fëmijut, me të cilën Allahu Gjeleshanu po ashtu është duke na furnizue njerëzimin në përgjithësi, po edhe neve muslimanve. Fëmiu pra, nimeti apo dhuntia e fëmijut apo fëmijëve, është të thëtë dhuntia e dytë, e cila po ashtu jemi dëshmitar të thëtë se nuk po falenderohet Allahu Gjeleshanu me falenderim do thëtë të vërtetë, i cili e dim se nuk është vetëm një fjalë e gjuhës, vetëm një shprehje gjuhë, por tek ne muslimanët falenderimi sa herë e cekmi, është ai i cili tregohet do thot në vepër, pas asaj që pasën do thot nga gjuha. Tu e pas parasysh këte, edhe neve ton e dim, se kur fjala për dhuntin e fëmijut, edhe për atë se çdo prind, si e shiqon çështjen e fëmijut të vet, kushdo që të pyetet prej tyre, ton e dim do thot se nuk ka njeri që nëse pyetet se a i don fëmijët apo a e don fëmijën tënd, gjithë na përgjigjen se i don. Edhe i llogaritin do thot si gjën më të shtrenjtë që e posedojnë. Janë në gjendje do thot ndoshta gjithçka që posedojnë nga aspektet materiale do thot me i shpenzue, vetëm që ata ta kanë një të ardhme, çfarë ata mendojnë se është do thot e ndritshme apo e qëllune. Konda që e pyesim, kështu ka më u shpreh. Por neve jemi dëshmitar se shumë prej prindërve të sotshëm, edhe muslimanë e muslimane, nuk janë ata të cilët vërtet janë duke ditë me i dashur fëmijët e tyre. Sepse dashuria është një çështje relative. Edhe kjo ka komentime të ndryshme, edhe definicione prej më të ndryshmeve që kanë mundësi të ipen. E që në esencë shumicën e tyre e gjejmë se nuk e realizojnë atë dashurinë e vërtet që meriton fëmiu nga prindi. Pse po themi këtë? Sepse është një dashuri do thotë e cila është tepër e cektë, është një dashuri do thotë që e cila ka shumë ymër të shkurtë. E prandaj është dashuri e cila ka të bënë me një pjesë shumë të shkurtë të jetës së atij fëmiu, e cila nuk mendon për aspektin e asaj që është ardhmëria e vërtetë e fëmijut të tij. Edhe prandaj nuk është në gjendje me mendue do thot edhe me vepru me fëmijun e tij, ashtu si duhet me një fjalë edhe ta përgatit atë në asnjë mënyrë që ai vërtet ketë ardhmëri do thot
Jo vetëm kur është fjala e aspektit të ngushtë të disa viteve që jetojmë këtu, po kur është fjala për në aspektin e ahiretit. Këtë aspekt neve jemi duke e pa se shumica e prindin nuk e kanë parasysh. Nuk e kanë parasysh edhe janë duke e harru atë që nëse veprohet e kundërta. Nëse punohet me ta si duhet edhe qysh në ka porosit Allahu dhe pejgamberi al-Islam, atëherë madje çështja e interesit, jo që do të na jetë një interes vetëm në aspektin e ngushtë të kësaj jete, edhe na si prind prej fëmijëve që eventualisht nesër rriten e na ndihmojnë, por interesi jonë dhe dobia jonë, siç e dim islamikisht, do të vazhdon kur fjala e lanjes së një fëmiu që vërtet e kemi eduku edhe mas vdekjes sonë. Pejgamberi al-Islam njofton në hadithin, thot inna ar-rajula la tartafi'u darajatuhu fil jannati fa yaqul anna li hadha. Thot vërtet njeriu i ngriten shkallët në xhennet me një fjalë, çështja e shpërblimeve i ngritet edhe avancohet në shpërblime në xhennet, edhe ai habitet edhe thot, a thu se prej kah mu po më realizohen këto, i dinaj veprat e veta çka i ka bërë. I dim shumë të mira për të cilat për e shef se Allahu vesh për e shpërblene e ka shpërbly. Por prej nga kjo po më vjen tash kjo ngritje kaq e madhe dhe këto shpërblime që Allahu xhaleshanu po e furnizon. Thot enna li hadha fa yuqal dhe i thuhet atij bi istighfari waladika lak. Thot kjo është duke të ndodh me istighfarin edhe kërkimin e faljes që po e kërkon dhe që po e lut Allahun xhaleshanu fëmiu yt, të cilin e ke lënë pas vetë. Këto shpërblime që po i përjeton ti edhe këtë çështje të avancimit në shpërblimet e xhenetit, do thot i kije nga ajo që ti do thot ke lënë një fëmijë i cili din do thot që të përkujton ty edhe masi që ke ndru jetë. Din me i qu durët edhe me lutë Allahun xhaleshanu me të falë, me një fjalë për lëshimet e gabimet që i ke bërë. E tonë e din thot edhe tjetrin hadith që pejgamberi al-Islam na ka njoftuar se madje vetëm këtyre 3 individëve edhe nuk u ndërprehet shkrimi i veprave të mira edhe pas ndrimit të jetë të tyre. Një prej tyre, siç e dim, është edhe çaj prind, nan apo bab, i cili e lën një fëmijë, i cili do thotë çka është edukuar, ka edukuar, edhe tani lutet edhe e lut Allahun xhaleshanu për të. Njeriu do thotë që vërtet e kupton rolin e fëmijut, edhe e kupton do thotë atë se çfarë obligimi ka ndaj tij. Në të njëjtën kohë, edhe kur do thotë ai që e ka dhënë e merr, nuk përjeton ku me ditë çfarë do thotë hidhërimi apo çfarë pikëllimi, çfarë do thotë e dim do thotë se ndodhet tek ne për fat të keq. Me një rast ka qenë Ebu Ishaq el-Gjubnejan, edhe ka hyrë te fëmiu i vet që e ka pas emrin Abdullah, edhe ka qenë në momentet e ndrimit jetë, fëmijë i vogël. Edhe kur e shef do thotë ai ja përkujton shahadetin, që e dim edhe porositmi neve islamikisht kur prezentojmë në ndonjë rast të vdekjes, është e udhës që na me këndu shahadetin mja u përkujtu. Thotë edhe ja përkujtova fëmijut edhe e ndëgjova me vesht e mi duke kënu shahadet, në momentet e mrama thotë edhe ndroj jetë. Edhe ky Ebu Ishaku kur e shef do thotë edhe se ndroj fëmiu i tij jetë me një fjalë me shahadet, duli edhe pe thret shoqen e tij, gruan e tij, edhe i thotë ebshiri ja umme Abdullah, fa inna waladik mata ala al-islam. Thot qoft për hajr oj ummi Abdullah, thot oj nëna Abdullahut që ka pas thot fëmiu i tyre emrin. Thot qoft për hajr thot se fëmiu ynë me një fjalë ndroi jetën në islam. Edhe çka transmetohet se shifet çështja e buzëqeshit edhe gëzimit te ky njeri. Edhe e porosit gruan e vet edhe thot shko thot edhe vesh i teshat më të mira, edhe dil thot i pritsh njerëzit. Njëjtën gjë e bën vet, i vesh teshat më të mira, jo teshat e zeza, teshat më të mira që i ka pas, edhe i fal 2 rekate namaz në shen falënderimin ndaj Allahut xhaleshanu, edhe del edhe i pret njerëzit me fytyrë të qelë. Po ngjashëm me këtë ka vepruar edhe Fudail ibn Iyad. Ka qenë do thot një njeri i cili e ka shërbyer do thot Fudail ibn Iyadin, një Ebu Ali Ar-Razi, thot mase 40 vite e kam shërbyer këtë njeri, mase 30 vite thot i kam shërbyer. Nuk e kam pa ndonjëherë duke buzëqesh. Fudail ibn Iyad ka qenë një njeri zahid. Thot me përjashtim të asaj dite kur i ka ndru jetë djali i tij Aliu, që ka quajtur emrin Ali. Thot atë ditë e kam pas se ka dal i buzëqeshur. Edhe jam habit thot që kur 30 vite nuk e kam pa dhe duke buzëqesh, vetëm në këtë ditë edhe po e pyes, çka po ndodh, pse kjo kështu? Edhe më përgjigjet thot Fudail ibn Iyad, thot inna Allaha
e habbe emrën fa ahbebtu ma e habbe Allah. Thot Allahu Gjeleshanu e dashti këtë çështje. Edhe ishte caktimi i tij, thot kjo ishte vullneti i Allahu Gjeleshanu, prandaj edhe unë e dashta atë që Allahu e deshti. Ai që e ka dhënë, ai edhe e merr. Edhe prandaj çka në këtë moment vetëm e ka pa duke buzëqesh. Ndoshta janë raste këtu na duken ekstreme tek ne. Janë gjëra që na duken edhe pak pa logjikshme tek ne, por t'jeni të bindur se këta e kanë kuptuar fshehtësinë. Pse kanë vepruar kështu të asaj që pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar edhe kur ka thonë: "Idha mata waladul abdi qala Allahu ta'ala li malaikatihi", thot kur i vdes do thot një robi, fëmiu i tij, thot Allahu xhaleshani u drejtohet me laçeve të veta dhe u thot: "E qabattum walada abdi?" Fa yaquluna na'am. A e morët me një fjalë fëmijën e robit tim? Ata i përgjigjen, melekët i përgjigjen: "Po, o Zoti ynë." Edhe ju thot tash Allahu xhaleshanu: "E qabattum thamarata fuadihi?" A e morët me një fjalë, a ja morët atë që e ka loshk të zemrës të së tij? Në këtë mënyrë i pyet. Fa yaquluna na'am, po, thon jo Allah. Fa yaqulu madha qala abdi? I pyet Allahu xhaleshanu, thot: "Po çka bëni edhe po çka tha tash mas këtij rasti robi im, çu shpreh? A ja nisi me vajtua, a ja nisi me nxjerr flokët apo gjëra këto?" Edhe i thonë me lashët: "Fa yaquluna hamadaka wastarja fa yaqulu Allahu ibnu li abdi baytan fil jannati wa sammuhu bayt al hamd." Thot robi yt vetëm të falenderoj ty o Allah. Nuk i nxjerri flokët, nuk nisi me ullahtarise, me u krekose, me gjëra sen, po çka? Thot ty të falenderoj o Allah xhaleshanu, thot për këtë rast. Prandaj thot Allahu xhaleshanu: "Ndërton janë i dhot robit tim një shtëpi në xhennet, edhe quani atë shtëpi Beitul Hamd, thot shtëpia e falënderimit." Kjo është fshehtësia që këta njerëz e kanë kuptuar dhe kanë vepruar në këto mënyra. A jemi na ata të cilët dim të veprojmë kështu kur fjala e dashurisë që e kemi ndaj fëmijëve tanë? A jemi na që vërtet mendojmë vërtet për të ardhmen e tyre apo vetëm për kënaqësinë tonë momentale? Që kemi dëshirë të kënaqemi me fëmijë, që nuk ka njeri që nuk e dëshiron me një tyrë, por edhe ajo kënaqje nuk është në kundërshtim, po që se vërtet veprohet kështu që kanë vepruar do thotë të parët tanë. Imam Ghazaliu, Muhammed el Ghazali do thotë njofton edhe e përshkruan fëmijën, edhe thotë: "Fëmiu është një emanet tek prindërit. Zemra e tij e pastër është xhevahir, thot naiv, i pastër nga çdo gdhendje dhe çdo fotografi. Ai pranon çdo gdhendje që bëhet në te dhe është i lakueshëm, lakon me fjalë ka dush, e çon ka dush. Nëse ushtrohet në të mirën apo mësohet në te, do të rritet me te dhe do të jetë i lumtur me fjalë edhe ai, po edhe prinja e tij, edhe në këtë botë edhe në të ardhmen. E nëse ushtrohet në të keqen dhe lihet pas dorës siç lihen kafshët, do të jetë i prisht dhe do të shkatërrohet. E keqja e tij do të jetë me një fjalë në qafë të përgjegjësve të tij, më shkurt pasparje të prindërve e mandej ndoshta edhe të tjerët. Prandaj kur është çështja thotë në këto aspekte, neve vërtet nuk jemi sa duhet të kujdesshëm në aspektin e edukimit të fëmijëve tanë. Nuk jemi të kujdesshëm as në falënderimin e Allahu xhaleshan ndaj kësaj dhuntie apo nimeti që Allahu xhaleshan na i mundson. Prandaj edhe nganjëherë na shndrohen fëmijët në atë që pejgamberi al-Islami ka përshuar dhe ka thonë: "Al-waladu thamaratul qalb", fëmia është loshkë e zemrës, po. Por thot: "Wa innahu mujbinatun wa mabkhalatun wa mahzanatun", thot po ai edhe në të njëjtën kohë është ai që të bën ty me qenë frikacak. Të bën frikacak që të thotë që mos me qenë në gjendje kur duhet me mbrojt hakun me thonë të vërtetën, për shkak se eventualisht e vërteta është e errët në ato momente. Edhe fëmiu që thonë neve ta hub dynjan edhe ahiretin. Prandaj të bën që në momente mos me mbrojt hakun, pse është në interes çështja e fëmijut tënd. Po edhe është me bkhale, thotë edhe të bën që ti jesh koprac, ti jesh tahmaqar. Në ato momente kur duhet me dhanë, në ato momente ti jo se çka kanë me hangër fëmia. A thu se çka bëj unë me fëmijët e mi, me familjen tim, unë jam më i thirrur që familjen time me e furnizu. Është mas e vërtetë ajo sa. Por në të njëjtën kohë është do thotë një çështje që Aliu radiallahu anhu njoftohet për te se i ka pas 14 djem e 15 vajza. Edhe thot Aliu radiallahu anhu: "Wallahi ma tama ash-shaytanu an yuwaswisa li yawman fi arzaqihim",
thot nuk ka pas shans, thot me një fjalë shejtani, qoftë për një ditë apo një moment, thot, që me shti vezvese në mu në çështjen e furnizimit të tyre, rrezikut të tyre, qoftë edhe për një moment. Ar-Razzaq është Allahu xhaleshanuhu. Ai është furnizuesi jonë i vërtet. Është e vërtet se neve e dhojmë mundin edhe kompetencën tonë, por furnizuesi i vërtet, edhe i 15-ve, edhe i 5 miliardëve që janë, është Allahu xhaleshanuhu, nuk është as Aliu as unë as ti, që të mendojmë se çka do të bëjmë për fëmijët tanë. E thot, ka mundësi që na buhen neve që jemi eventualisht pa vetëdijshëm. Po edhe në fund thot, wa mahzana. Edhe është pikëllim thot është se në të njëjtën kohë do të bëhet shkaktar, do të që ty nesër kemë kuptuar se fëmiu tu ka bërë shkak tyje, ndoshta me të çuar në zjarr të xhehenemit. Për shkak të fëmijut ke qenë gjendje, do thotë çka me i shkel shumë dispozitat e Allahu xhaleshanu. Ke qenë gjendje që çka do thotë duke menduar interesin e atij, që në esencë as ka qenë interesi i tij as joti. Por s'ke qenë gjendje me ditë se çka është interesi i vërtet. Je marrë me atë që është do thotë e kalueshme, ajo që është tepër e shkurtër dhe përkohshme. Nuk je marrë me atë që vërtet është e përjetshme, e për të cilën do të jesh i falënderuar edhe prej fëmijut, edhe në këtë botë, po edhe në botën e ardhshme. Po e kry këtë hutbë me një rast do thotë që është vërtet mjaft preks, që ju kisha porosit kurse si mos ta harroni ju asune. Në kohën e Mensurit, kur është bërë halife ky njeri, ka qenë një Muqatil ibn Sulejman radiallahu anhu, një prej dietarëve të mëdhtë asaj kohe. Ka hyrë te Mensuri edhe ky njeri po kërkon do thot prej këtij njeri si dietar, pasi që halifet në kohën e hershme vërtet kanë qenë ata të cilët kanë kërku këshilla prej dietarëve. Edhe ky njeri e porosit këtë dietar dhe thot këshillom thot me diçka. Ky dietar e pyet halifin thot apo don me të këshillu me diçka që kam dëgju apo me diçka që e kam pa, me diçka që kam pa vet e kam përjetuar dhe kam dëgju. Halifi thot jo, po kam dëshirë me më informue, me më këshillu me diçka që thot e ke pa vetë edhe ke ndëgju. E thot po të njoftoj atëherë. Thot se Omer bin Abdulazizi radiallahu anhu, që e dini fort mirë, se ky njeri ka qenë i pesti i khulefai rashidinve, i pesti i halifëve të drejtë që e kanë zbatuar vërtet atë që ka porositur Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Ky njeri është ai njeri që në kohën e tij hilafeti i tij sa ka qenë, muslimanët nuk kanë pas kujt me ja dhënë zekatin. Kësi halifi i drejt, kësi drejtësie edhe kësi sistemi ekonomik ky njeri ka vuë në kohën e vetë, që muslimanët, pasanikat e muslimanëve nuk kanë pas kujt me ja dhënë zekatin. Kanë trokit në përdyrë, s'kanë gjetë, se cili ka thonë faleminderit, elhamdulillah kam. Shkote tjetri, s'kanë gjetë me një fjalë kujt në shoqërinë në shtetin islam me i dhënë zekatin, por është përdor zekatin në kohën e tij për infrastrukturë. Ky njeri thot po të njoftoj për këtë njeri që ka qenë halif. Po i tregon këtij halifi të ri tash në këtë kohë Mensurit. Thot Omer bin Abdulazizi ka qenë njeri që Allahu xhaleshanuhu e ka furnizuar me 11 fëmijë. Thot po kur ka ndru jetë, nuk i kalon pas vetit pos 18 dinar. 18 dinar me një fjalë i kalon trashëgim mas veti. Po edhe ata thot 5 dinar prej tyre janë harxhuar në çefinin e tij, në përgatitjen e xhenazës. Edhe 4 dinar prej tyre thot janë harxhuar në blerjen e varrit, tokën atë vend ku është varros. Ma shkurt kanë mbet 9 dinar të cilët i kanë trashëguar do thot fëmia e tij që as ka 1 dinar nuk ju ka mbet do thot me një fjalë për secilin, 11. Thot po ka qenë tjetri halif thot Hisham ibn Abdul Malik. Thot pashtu Allahu xhaleshanu e ka furnizuar me 11 fëmijë. Edhe sikur se me qenë do thot kjo jo rastisht që Allahu xhaleshanu që të dytë i ka furnizuar me të njëjtin numër. Ndoshta për me ders edhe mësim për neve. Thot ky njeri kur ka ndru jetë, thot i kalon 11 fëmijë, po edhe i kalon thot secilit prej tyre nga 1 milion dinar trashëgimi. Secilit prej tyre thot nga 1 milion dinar thot ju kalon trashëgimi. Por thot unë jam çaj që e dëshmoj thot se të njëjtën ditë më ka ndodhur. Në të njëjtën ditë thot e kam pa fëmijën, njërin prej fëmijëve të Omer bin Abdulazizit, ky që si kalon kur gjë fëmijëve të vet. Thot e kam pa thot në të njëjtën ditë kur mas 100 kuel i ka dhënë sadak në përgatitjen e ushtrisë islame për xhihad në rrugën e Allahu xhaleshanu. Ky njeri që s'ka pas kur gjë para vetit, thot si baba i vet sipas kalon kur gjë në aspektin e pasurisë.
Thot e kam pa në të njëjtën ditë kur ky njeri mas 100 kuel i ka dhënë sadak për përgatitjen e ushtrisë islame. Thot e në të njëjtën çat ditë e kam pa thot fëmijën që i ka mbet 1 milion dinar me një fjalë trashëgimi të Hisham ibn Abdul Malikit, thot e kam pa vallahi thot duke kërkuar thot në për rrugë, në për dyqane. Në të njëjtën ditë i ka pa këto 2 raste për 2 individ, të cilët për e shofëm se kush me qka është marë, se qka me i lanë trashëgimi fëmiju të vetë. Qka i kalan i pari, qka i dyti. Letë zgjedhim se cili prej nesh, se qka do t'ju lojmi të tanve. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu innahu samiun.